do të kemi materiale shumë nga Teremi, por do të kemi edhe knatësinë që ta kemi një ish koleg të ftuar në studion e emisionit Familja Jonë. Sa ishte brenda shtëpisë së madhe Big Brother në Shqipëri, i ka përmendur shumë shpesh, edhe emisionin, edhe koleg në Kanal 10 edhe punën e tij, sa ka punuar në televizionin ton, por edhe raportin e tij me mua. Ta intervistosh një mik me cilin ndonë edhe sekrete nuk është as pak e lehtë, sidomos kur është pjesa emocionale në pyetje, por profesionalizmi e don të veten për hir të publikut që na kanë shkruar që ta rikthejmë në studion e Familja Jonë, mikun, kolegun dhe moderatorin e dashur për gjithë ju, Shëndrit Lumin. Sot më në fund të koha që atë ta kemi, do të mundohem që edhe pyetjet e juaja që i keni dërguar, disa prej tyre t'i lexojmë, do të mundohemi që Shëndriti të jetë Shëndriti që ka qenë edhe para hyrjes së tij, dhe sinqeriteti i tij që e ka zotruar çdo herë, të shfaq pikërisht atë çka ju pritni, përgjigjet që ju presni. Shëndrit Lumi, mirë se erdhe. Mirë se gjitha sot, ka shtu dëgju me shumë vëmendje që shumë përsa. Pak më duket që ditëshëm se këtu jam si në shpinë teme dhe koka prime pak ndryshe me t'intervistu shoqja e ngushtë. Shumë e vërtet. Ka emocione dhe unë para se me fillu intervistën thash pak e çuditshme, sepse kur din shumë për dikan, edhe... Që tash ato pyetje është shumë e frikshme me u përballë me mu, në shpresoj nuk i kaloj kufit. S'ka dert. Po e prej. Ja, hiq më sprej kur gjatë. Jemi kështu, pa filtra. Faleminderit shumë. Gjithmonë ke qenë ti dhe para se me fillu me pyetjet e mia, po du me thënë që jam kanë shumë krenare me djalin që ke prezantu. Po thëmë djalin sepse ti edhe atje ke thonë që më ke pas si non, si motër, më ke bo pak plak, faleminderit shumë, nuk ta falim, po do ta flasim jashtë kamerave. Është një kënaqësi shumë e madhe kur kam folë për ty para se ti ishe Big, kur kam thonë se sa djalë i mbarë dhe e i zoti je në profesionin tënë, ndoshta është kanë koha kur u bind çdo kohë, sepse ke përfaqësu një djalë ideal, si do donte çdo nanë e çdo gru ta ndronte dhe ta kishte. Sara, shumë faleminderit për krejt mbështetjen fillimisht edhe për krejt kontributin tënd në karrierën time. Nuk është lehtë sot me gjetë miq shumë të artë në aspektin jetësor dhe zhvillimit të karrierës, po unë kam pas fatin edhe e kam gjetë edhe jam shumë i lumtur për këtë. Faleminderit edhe për fjalë që për përfaqësimin tim, brenda nuk për dita shumë të thënë. Besoj e ke gjetë edhe nga komentet. Unë jam shumë i lumtur për ato se çka kom tregu brenda shtëpisë dhe sot asaj dite unë hala marr komente të tipit që jemi krenare dhe faleminderit që ke qenë ai që je, e të tjera. Atje brenda është për një sfidë që rrallë kush domethënë mundet me perceptu, përveç atyre që marrin pjesë, sepse është një energji ndryshe edhe normalisht me mbijetu në tojza brenda asaj strukture, duke qenë vetvetja është shumë e vështirë.